Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim me 3 shenja të ngelura për vitin 2026 dhe ato do kenë fatin e tyre, por do flas me hollësi për këto 3 shenja për të kuptuar se ku do kenë fat më shumë. Atëherë, ju uroj një vit sa më të mbarë, të gëzuar, suksese në jetën tuaj, në familjen tuaj, por edhe në lidhje me profesionin tuaj. Atëherë, gëzuar të gjithëve, dhe do filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Është një vit 2026, ku thjesht do jetë një vit tjetër. Domeni është një vit që do merrni çdo vendim që keni shtyrë deri në këto momente dhe do jeni shumë afër qëllimeve tuaja. Gjithsesi, është një vit që ju do keni një forcë kozmike për rritjen tuaj personale. Lëvizjet që do bëni gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij viti, do jenë lëvizje strategjike, por ndërkohë këto lëvizje strategjike që do bëni, këto lëvizje do t'ju çojnë drejt fitores. Do përgatiteni për një vit ku ju do keni fillime të reja, po dhe mundësi të pafundme gjatë këtij viti. Dhe në lidhje me vitin 2026, karriera juaj do jetë gati të pësoj një transformim shumë të madh, sepse keni Marsin, Saturnin dhe Jupiterin aty, kështu që nga janari deri në muajin mars, ju do prisni të gjitha mundësitë e arta që do keni në lidhje me karrierën tuaj. Do keni ndryshime në karrierën tuaj, do zbuloni pasionet tuaja të vërteta, por në muajin prill edhe qershor mund të keni disa trazira. Kështu që janë këto muaj, duhet keni kujdes se mund të keni sfida në vendin e punës, që mund të vënë edhe në provë atë durimin tuaj. Gjithsesi duhet të qëndroni të qetë para presioneve që mund të keni në fushën e punës nga ana profesionale. Në lidhje me financat tuaja, 2026 është një vit që duket si një udhëtim i madh për ju, sepse do keni ndikimin e Jupiterit, kështu që të ardhurat tuaja do rrjedhin në mënyrë të qëndrueshme. Sepse do keni dhe energjinë e Marsit aty, që do t'ju çojë dhe në shpenzime të papritura. Kështu që ju përsëri do filloni të përdorni një lloj strategjie, dhe nëse ndiqni vërtet një strategji, gjërat tuaja do shkojnë më mirë. Është një vit që do vëjë në provë atë disiplinën tuaj financiare. Gjithsesi mos u shqetësoni, sepse fundi i vitit do sjellë një qëndrueshmëri më të mirë në lidhje me financat tuaja. Në lidhje me shëndetin tuaj, Saturni ju bën thirrje që të kujdeseni më mirë për trupin tuaj. Është koha që ta trajtoni mirë me anën tuaj fizike, ndoshta duke u marrë me sporte të ndryshme ose diçka tjetër. Ju mund të meditoni gjatë këtij viti për të fituar atë mirëqenien tuaj fizike, mendore, por gjithsesi do vendosni ekuilibra dhe në lidhje me këtë gjë. Do investoni edhe në lidhje me shëndetin gjatë vitit 2026. Ndërsa në lidhje me familjen, viti 2026, gjërat mund të ngatrohen pak aty. Do keni disa tensione, disa drama në lidhje me familjen. Gjithsesi ju, sepse do kemi Saturni do t'ju bëjë që ju të siguroni një lloj ekuilibri ose të vendosni një lloj ekuilibri për të stabilizuar gjërat që ju nevojiten në familjen tuaj përballë sfidave që ju do keni. Edhe pse gjërat do bëhen shumë intensive, durimi juaj do jetë i madh gjatë kësaj periudhe, por mos harroni se marrëdhëniet familjare do të qetësojnë dhe ato deri në fund të vitit. Kështu që në lidhje me dashurinë, dhe këtu flasim për pjesën e personave që janë beqar ose të lirë, por gjithsesi në lidhje me dashurinë, këtu flasim për beqarët që mund të jenë në një lidhje, por dhe ata që nuk kanë lidhje, ku dashuria do kërkojë një vëmendje më të madhe. Komunikimi do jetë fuqia juaj më e madhe gjatë këtij viti, por edhe vëmendja, kështu që ju do përdorni më falni për zërin,
Në qoftë se ju do përdorni një komunikim të mirë, atëhere do jetë rezultati i marrëdhënieve tuaja gjatë vitit 2026. Do keni biseda të hapura, të sinqerta, të dhemshura, që do forcojnë lidhjet tuaja, do t'ju ndihmojnë të menaxhoni edhe disa trazira emocionale. Gjithsesi duhet jeni të hapur në lidhje me dashurinë dhe dashuria mund të lullëzoj aty ku nuk e prisni. Gjithsesi ky vit 2026 ju do përqafoni atë fuqin tuaj, do të përballeni dhe do dilni fitimtar në lidhje me sfidat ose situatat të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi këto sfida dhe këto vështirësi do t'ju çojnë drejt mundësive që do t'ju vinë gjatë këtij viti. Ju do jeni gati të bëni përpjekje të përfitoni sa më shumë nga ky vit. Universi është në anën tuaj, është radha juaj për të bërë hapat e nevojshme drejt kësaj gjëje. Dhe do vazhdoj me shenjën tjetër, dhe shenja tjetër është shenja e binjakëve, që nuk u përmend te shenjat më me fat. Ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar, të gjithë ju suksese në jetën tuaj të përditshme, në familje, por edhe në profesionet tuaja gjatë këtij viti. Por ju uroj dhe bollë dhe bereqet. Gjithsesi, unë këto 3 shenja i bëra më vete, me që ishin nuk u përfshivën të shenjat më me fat, dhe shohim se si do jetë 2026 dhe pse nuk do jeni aq shumë me fat, nuk është se varet ku keni dhe ascendenten ose hënën, ju duhet i shikoni sepse më shumë përfaqësoheni te ascendenti se sa te shenja e horoskopit. Dhe viti 2026 falni. Atëherë viti 2026 në lidhje me ju ka të bëjë me marrjen e kontrollit, me realizim të gjërave që ju dëshironi, me një realizim të plot flasim. Është një vit që do ketë mundësi, do ketë edhe sfida, por ndërkohë do t'ju ndihmoj që të rriteni gjitha këto situata që mund të keni gjatë këtij viti. Është një vit për të ulur dhe për të pritur, nuk është për të vepruar. Kështu që është koha juaj për t'ju përgjigjur rrethanave ose gjërave që do ndodhin gjatë vitit 2026. Ju do jeni gati të merrni kontrollin për të ardhmen tuaj gjatë vitit 2026. Për vitin 2026, karriera juaj në lidhje me punën flasim, do ketë një rritje të ndjeshme. Ju do udhëhiqeni nga Jupiteri në rrugën tuaj profesionale, duke sjellë ngritje në detyrë, përgjegjësi të reja, njohje të merituara për punën tuaj të palodhur. Do njihni rritje të stabilitet në jetën tuaj profesionale, mundësi emocionale do keni përpara, por mund të jeni të prirur për një rrugë të shkurtër, për t'i bërë gjërat më shkurt. Veçanërisht kur bëhet fjalë për vendime dhe anën tuaj financiare. Kështu që duhet të menaxhoni mirë financat tuaja gjatë këtij viti. Gjithsesi ju do qëndroni besnik ndaj strategjive tuaja afatgjata dhe do përdorni pjesën e durimit për të përgatitur veten për një sukses të qëndrueshëm nga ana profesionale. Ndërsa në lidhje me anën financiare, viti 2026 do tregojë një rritje të qëndrueshme, do keni burime të reja të ardhurash që do dalin në pa dhe do jenë fitime nga investimet e kaluara që do forcojnë anën tuaj financiare. Gjithsesi, ky vit favorizon fondet e ndërsjellta, programe në lidhje me pasuritë e paluajshme. Megjithatë, Marsi mund të shkaktoj shpenzime të papritura që lidhen me automjetet, me makinat, me shtëpinë, me çështje të papritura që kërkojnë shpenzime të kujdesshme. Falni, nuk e di zërim. Por ndërkohë çështje të papritura që mund të kërkojnë shpenzime të kujdesshme, kemi Saturnin retrograd që mund të sjellë vonesa në karrierë, në tensione, në familje, edhe tensione në familje, por ndërkohë ju do kërkoni ekuilibër dhe mendim. Gjithsesi në tremujorin e fundit,
ju do shkëlqeni në investime afatgjata, në pasuritë paluajshme, në krijimin e pasurive duke hedhur një themel të fortë për sukses të qëndrueshëm. Dhe vazhdojmë në lidhje me anën shëndetësore, është një vit 2026 që ju do t'ju vendosi në prova mendore por dhe fizike, në mirëqenien tuaj mendore dhe fizike. Kështu që mund të ndodhi që të keni stres, të keni luhati emocionale, por Saturni aty do t'ju mbështesi dhe do kujdeset, është një periudhë që duhet kujdeseni për veten. Ky është një vit për ta bërë shëndetin një stil jetese, por duhet të keni ushtrime të rregullta, meditime, dieta të ekuilibruara, por duke qëndruar gjithmonë me këmbë në tokë në një formë të shkëlqyer. Është një vit që ju do shmangni ato sëmundje, do forconi trupin tuaj, mendjen tuaj, por dhe shpirtin tuaj. Në lidhje me familjen, për gjithë ata që janë familjar në shenjën e binjakëve, ju do keni udhëtime të paparashikuara në vitin 2026. Gjithsesi këto do t'ju shkaktojnë pak konfuzion, keq kuptime. Megjithatë, do krijohen dhe disa tensione të vazhdueshme, por ju me durim dhe me një komunikim të qartë dhe duke qenë shumë të ndershëm, do jeni në gjendje të shëroni ose të zgjidhni edhe konflikte nga e kaluara, që do zhvillohen gjatë këtij viti, do jenë shumë të forta dhe kjo do ketë lidhje me të dashurit tuaj. Ky vit është ideal, është shumë i mirë në rritjen emocionale, në zgjidhjen e problemeve të vjetra familjare. Por dhe ju do harrini të vini paqen dhe harmonin në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj. Ndërsa për të gjithë ata që janë beqar ose të lirë, viti për dashurinë, viti 2026 është një vit kuptim plot, pavarësisht se jeni beqar ose jeni në një lidhje, në një njohje, në një marrëdhënie të përkushtuar. Ju do prisni rritje emocionale, do keni lidhje të thella gjatë këtij viti. Nëse jeni beqar, do ketë shumë mundësi që të takoni dikë që do t'ja u kthej botën përmbys. Ndërsa komunikimi do jetë çelësi i suksesit në jetën tuaj dashurore. Prandaj sigurohuni që të flisni nga zemra, dhe këtu flasim për çiftet e martuara, për të stabilizuar marrëdhëniet tuaja, duke bërë edhe plane afatgjata, por duke ndërmarrë dhe hapa për arritjen e qëllimeve që ju keni gjatë këtij viti. Gjithsesi, si vit 2026 është një vit ku për të shkëlqyer, por kërkon përpjekje, kërkon fokus, kërkon disiplinë. Rritja dhe stabiliteti dhe lidhjet më të thella emocionale do jenë të mundshme, por përballimi sfidave që do kërkoj komunikim të qartë dhe një mundësi të madhe nga ju. Ju do keni një vullnet të natyrshëm gjatë këtij viti, keni gjithçka që ju nevojitet për ta bërë këtë vit për të mbajtur mend. Pra, ju jeni gati të përqafoni sfidat, të përballoni këto situata të vështira dhe ky vit 2026 do t'ju mbrojë. Atëherë kjo ishte për shenjën e binjakëve dhe vazhdojmë me shenjën tjetër. Atëherë vazhdojmë me shenjën e peshores dhe shohim si do jetë viti 2026 në lidhje me shenjën e peshores. Ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar, sa më të gëzuar dhe për ju, suksese në dashuri, në jetën tuaj të përditshme, në familjen tuaj, por edhe nga ana profesionale. Gjithsesi, është një vit ku ju do kërkoni harmoninë e shpirtit tuaj. Është një mundësi për të kthyer çdo sfidë dhe një mundësi që të vendosni ekuilibra të përkryera në njohjet, lidhjet marrëdhënie tuaja, por dhe në lidhje me gjithçka tjetër që keni në jetën tuaj. Dhe në lidhje me karrierën, për shenjën e peshores, është ju do keni sukses gjatë këtij viti, do keni mundësi që do vinë para jush pa mundime, dhe kjo është ndryshe nga shenjat e tjera, ku ndoshta duhet të bëjnë përpjekjet e tyre për këtë gjë, dhe te ju do vinë më lehtë gjërat. Mund të ndjeni nevojën për të peshuar me kujdes se çfarë ndjeni dhe çfarë ju dëshironi për të marrë një vendim. Por
duhet të mbështeten në aftësitë tuaja për të parë gjithë anët, për të gjetur një lloj ekuilibri të përsosur gjatë këtij viti 2026 dhe për të krijuar harmoninë profesionale por dhe personale. Dhe në lidhje me financat tuaja, viti 2026, Intuita do t'ju ndihmoj gjatë këtij viti, do merrni vendime të mençura në lidhje me investimet që do bëni, por tani është koha që ju mund të përdorni. Do mendoni për buxhetin tuaj, për anën tuaj ekonomike, por nuk ka të bëj vetëm me kufizimin e vetes. Kjo ka të bëj edhe me krijimin e një jete sa më të bollshme nga ana financiare. Gjithsesi, ju do keni një aftësi të natyrshme për të ekuilibruar gjërat, do merrni vendime të shkëlqyera financiare, por mos harroni se edhe njerëzit më të suksesshëm kanë nevojë për një themel më të fortë nga ana financiare, të cilën do të ndërtoni. Kështu që në lidhje me anën shëndetësore, shenja e peshores, shëndeti juaj kërkon vëmendje gjatë këtij viti, në mënyrë që të përshtateni edhe me të jeni sa më të përshtatshëm në lidhje me gjithçka. Në vend që të përqendrojnë në zgjidhjen urgjente shëndetësore, në vitin 2026 ju do krijoni një rutinë mirëqenie që ju bën të ndjeni aq mirë sa dukeni që trupi juaj dëshiron një lloj ekuilibri, një pushim por dhe një aktivitet. Duke u përqendruar në ekuilibër, ju do kujdeseni për veten, do krijoni një plan shëndetësor në lidhje me veten tuaj, si nga ana emocionale por dhe mendore. Në lidhje me pjesën e personave që janë familjar, viti 2026 është një vit që ju atëherë më falni për ndërprerjen dhe vazhdojmë me jetën tuaj familjare, tham. Jeta familjare do sjellë gëzim, lidhje të thella, është një vit që fillon me Jupiterin, ku ju do keni dashuri, harmoni, pajtim, dhe është një periudhë ideale për zgjidhjen e keqkuptimeve të vjetra. Gjithsesi, do keni lajme të gëzueshme që do sjellin ngrohtësi. Megjithatë, nga shtatori deri në dhjetor do ketë disa mosmarrëveshje që do jenë financiare në lidhje me pronat ose çështje shëndetësore që ju do t'ju vënë në provë pjesën e durimit. Është një periudhë që duhet të keni një komunikim më të qetë, sepse keni Saturnin aty që do kthej një lloj stabiliteti që do vi deri në fund të vitit për të qenë më të qetë, për të fituar paqen në marrëdhëniet tuaja familjare. Dhe në lidhje me dashurinë, për vitin 2026, çështjet e zemrës do jenë magjike. Jeta juaj dashurore do fillojë në mënyrë harmonike në gjysmën e parë të vitit, duke shënuar darka romantike, bisedat e ekuilibruara, momente të bukura të përbashkëta. Megjithatë, është një vit që rreth mesit të vitit mund të bëheni më të ndjeshëm, më emocional. Thjesht duhet të hapni zemrën dhe të keni lidhje më të thella. Besimi dhe komunikimi i hapur do jetë superfuqia juaj në marrëdhëniet tuaja. Mendoni për jetën tuaj dashurore, si do shkoj ose në çfarë do t'i çoni gjërat. Është një vit, do me thënë që është i mirë në lidhje me dashurinë. Ndërsa si përfundim, ky vit 2026 është viti ku ju do krijoni harmoni, do keni sukses, do keni ekuilibra, por planetët që do rreshtojnë do t'ju ndihmojnë të dilni nga vetja juaj dhe të ekuilibroni suksesin tuaj. Është një shans i mirë i shkëlqyer më shumë se kur. Në çdo fushë të jetës do keni një mbështetje nga universi, por gjithsesi viti 2026 është një vit për të krijuar jetën që keni ëndërruar. Edhe pse do ketë sfida, do ketë situata të vështira, gjithsesi secila shenjë ka fatin e vet. Edhe ju keni fatin tuaj gjatë vitit 2026. Atëherë, këto ishin 3 shenjat që unë lash mbrapa, sepse kanë disa sfida, disa tensione, disa vështirësi, por që do jenë gjëra të zgjidhshme nëpërmjet komunikimit. Atëherë, ju uroj një vit sa më të mbar, gëzuar të gjithëve, sa më shumë fat për gjitha shenjat do uroja.
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026 që kanë filluar të postohen, videot e javës, por dhe temat të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një ditë sa më të këndshme për ju. Dëgjojmë në videot e radhës.